Pastrimi I tapeteve me një jashtëk me fije është një metodë pastrimi e ndërmjetme sipas ENR 2210. Për të gjetur procesin e duhur të pastrimit për sipërfaqe të ndryshme tekstili në përputhje me ENR 2210, do t'ju duhet të identifikoni tapetin, sidomos për të dalluar fibrat e ndryshme. Kjo është një fibër vegetale, kjo është fibër shtazore dhe kjo është fibër sintetike. Duke përdorur një test zjarri, është e thjeshtë të dalloni llojet e ndryshme të fibrave. Fibra vegetale digjet lehtësisht, tymoset dhe mban erë druri apo letre të djegur. Rezultati është hi I bardhë. Fibra shtazore ka një flak natyrale dhe mbrojtje nga tymi, prandaj nuk digjet aq lehtësisht. Mban erë si bri apo flok I djegur dhe mbetjet mund të fërkohen lehtësisht mes gishtave. Fibra sintetike digjet mirë, fibra shkrihet, mban erë tipike plastike apo materiali sintetik dhe pasi fibra është ftohur, mbetjet janë sferike dhe të forta. Për të identifikuar metodat e duhura të pastrimit, shikoni informacionet e detajuara në manualin ton Reinigungstechnik Technik për të shmangur dëmtimin e tapeteve gjatë pastrimit. Masat e përgjithshme paraprake të sigurisë dhe mbrojtjes duhet të zbatohen për të gjitha operacionet e pastrimit. Në varësi të ambientit dhe nëse ka sipërfaqe delikate, mund t'ju duhet një material mbulues dhe maskimi adeziv, një tapet për mbledhjen e papastërtive, një tabelë rrezikësh shitjeje dhe të gjitha pajisjet e nevojshme personale të mbrojtjes, si dorashka, syze dhe këpucë sigurie. Para se të filloni çfarëdo aktiviteti pastrimi, sipërfaqet ku të punohet dhe sipërfaqet përreth duhet të kontrollohen për dëmtime të mëparshme dhe dëmi I mundshëm duhet të vlerësohet. Çdo anomali duhet të dokumentohet dhe të raportohet te klienti, blerësi apo mbikëqyrësi. Për pastrime me një jashtëk me fije do t'ju duhet një pastrues pasurpaktant, një sprej ftohtë për heqjen e çamçakësve dhe për heqjen e njollave, një agent heqje I përshtatshëm. Janë të nevojshme pajisjet dhe makineritë që pasojnë, një lugë për heqjen e çamçakësve, një leckë bardhëthise për heqjen e njollave, një shishe me sprej, një fshesë korrenti vertikale, një shkumues me disk pastrues dhe një jashtëk me fije. Për heqjen e çamçakësve, çamçakësi duhet ftohur me shok me një sprej të ftohtë. Më pas, duke përdorur anën e harkuar të një luge, kruani çamçakësin nga fibra. Për heqjen e njollave, përdorni një agent të përshtatshëm heqjeje dhe leckën e bardhë. Agenti heqës aplikohet mbi njollë me leckën e bardhëthise duke kryer lëvizje rrethore nga jashtë brenda dhe papastërtitë mblidhen nga lecka. Para çdo pastrimi të ndërmjetëm apo bazë, tapeti pastrohet me fshesë korrenti ose shihet me vakum. Për pastrime me jashtëk me fije, fillimisht një pastrues pasurfaktant sprutësohet në jashtëkun me fije. Pastruesi sprutësohet edhe në seksione të vogla, që më pas pastrohen me jashtëkun me fije. Në varësi të nivelit të ndotjes, jashtëku me fije duhet të kthehet nga ana tjetër pas pastrimit të çdo 10-15 metrave katror, derisa e gjithë sipërfaqja të jetë e pastër. Pas tharjes, dyshemia duhet të pastrohet me vakum edhe një herë.